Motër, pyetja ime është rreth prerjes. Nuk kam ndoshta një varg biblik për ta cituar, por Zoti gjithmonë flet për rreth prerjen. Nëse më parë njerëzit rreth priteshin në cilën kohë e ndaluan, pasi pati një periudhë kohore që ndaluan së bëri rreth prerjen dhe pse, nëse ju mund na shpjegoni. Mirë, rreth prerja i përkiste ligjit të Mojsiut. Kështu që në ligjin e Mojsiut Perëndia tha që të gjithë fëmijët meshkuj që lindnin 8 ditë pasi kishin lindur duhet të rreth priteshin që bëhej fjalë për një kirurgji, një ndërhyrje në organin gjenital mashkullor. Mirë. Kjo mbaroi rreth prerja kur Krishti Jezus erdhi në tokë për të predikuar ungjillin. Para më shumë se 2000 vitesh, Krishti po predikonte ungjillin, Krishti vdiq në kryqin e Kalvarit dhe kur ai vdiq dhe u ringjall, nisi ungjilli i Krishtit Jezus dhe aty përfundoi rreth prerja. Sepse rreth prerja fizike që bëri populli i Izraelit ishte simbol ose prototip i rreth prerjes shpirtërore. Sot ne rreth pritemi shpirtërisht. Ku konsiston kjo? Konsiston në faktin që kur unë besoj në Zot, besoj në Ungjill, kur Perëndia erdhi në jetën time, në zemrën time dhe më foli dhe unë besova dhe e kam pranuar Zotin, erdhi fryma e shenjtë në jetën time, në atë moment u rreth preva sepse u largova nga mëkati. Të larguarit nga mëkati, kjo është rreth prerja e zemrës, kjo është rreth prerja shpirtërore. Dhe prandaj nuk duhet bërë rreth prerja fizike, sepse është rreth prerja shpirtërore që vlen, që ju të mos mëkatoni. Ju largojeni nga mëkati dhe ju thoni jam rreth prerë sepse tani më nuk po praktikoj mëkatet që bëja më parë. Kjo është rreth prerja të penduarit dhe të larguarit nga mëkati.